E qartë, duhet të qëndroj pak tek Rusia, apo e ndjen ekonomia dhe shoqëria ruse barrën reale të luftës, ndoshta më shumë se kur më parë mediat ndërkombëtare tashmë po flasin për një pozitë të mirë për Kievin dhe vështirësi për Moskën. Ju që jetoni atje, pra në Rusi, si qëndron e vërteta për ju? Po tashti të gjithë vërtetën e vështirë që ta dim, por një perceptim le të themi. Sigurisht. Ka vështirësi të theksuara ekonomike, sidomos klima e investimeve nuk është e mirë, do me thënë nga njëra anë, po ka paradokset të tjera. Për shembull, nga njëra anë rriten çmimet, ka kënaqësi në popullat, ka rritje të cenzurës në mass media dhe në internet. Të gjitha këto janë prezente, por nga ana tjetër, ju jap një shembull që u shokova vetë sot kur e lexova. Nga 50 gradacela që ndërtohen tani aktualisht në Europë, 36 janë vetëm në Moskë. Një shifër do të thënë si mund ta shpjegosh në një gjë? Do të thënë nga të gjithë Europa, janë 50 gradacela më të larta, 36 po ndërtohen aktualisht në Moskë. Kjo është domethënë një fakt që është i pavarur, domethënë nga mass mediat e pavarura, domethënë i ardhur. Nga ana tjetër, domethënë sigurisht që po rriten çmimet, po rriten taksat, po rritet domethënë ekonomia futet në binarët e luftës. Nga ana tjetër, edhe një gjë inkurajuese do të thoja, është një gjë. Nëse se Rusia do të kishte plane për të vazhduar luftën për një kohë të gjatë, atëherë ajo do të bënte thjesht një mobilizim të dytë të madh për të rritur numrin e ushtarëve, për të fituar me përsi domethënë në luftë. Këtë gjë Rusia nuk e bën. Edhe kjo do të le të shpresosh që gjithsesi Rusia shpreson që së shpejti të përfundojë këtë luftë. E qartë, Misha Pumo, të falenderoj për gjitha detaj që ndavëm ne analizën dhe gjithë këndvështrimin tënd sa i përket paradës, gjithashtu paqes mes Rusisë dhe Ukrainës dhe shpresojmë që skenari i fundit jetë pikërisht të vendoset paqja një herë mirë dhe gjithë popujt jetojnë në harmoni me njëri tjetrin, pse jo? Faleminderit dhe juve, mirupafshim.